Ditë mbushur me terë se premtja e 13-ja çfarë pritet t'ju ndodh sonte në mbrëmje. E premte e 13, një nga datat më të famshme në botë për shkak të konotacioneve që lidhen me fatin e keq, ndodhit misterioze dhe bestytnit. Për shumë njerëz, kjo ditë sjell një ndjesi të çuditshme, sikur diçka jo e zakonshme mund të ndodhë. Por nga vjen kjo frikë? Frika ndaj numrit 13, e njohur ndryshe si triskaidekafobia, ka rënjë të thella në histori. Numri 13 është parë si një numër i paplot, pasi pason numri 12 që konsiderohet i shenjtë. Në shumë kultura, 12 muaj, 12 apostuj, 12 shenja të zodiakut e të tjerë. Po kur dita e premte bie në 13, bestytnia merr për masa më të mëdha. Disa e lidhin këtë me fatin që Jezusi u kryqëzua ditën e premte dhe në darkën e fundit ishin 13 persona dhe ai i 13-ti ishte Juda tradhtari, dita që ngrim botën. Në vende të ndryshme, dita e premte 13 është simboli frikës dhe panikut. Shumë njerëz shmangin të udhëtojnë, të nisin projekte të reja apo të marrin vendime të rëndësishme. Ka madje kompani sigurimi që raportojnë rritje të numrit të aksidenteve ose kërkesa për ndihmë në këtë ditë.